Si boost, se s'kemi as kurora sot. Nderojmë. Na nderoni me pjesëmarrjet tuaj. Brama vajza. Vajza, mo qa bësh, një lartë e një poshtë, mo qa bësh. Poshtë lartë e poshtë, mi mbrëma... Ja, ti në mes, mo Juli, nuk e se je keq. Jo, mirë, unë jam si veshka në mes të 3 dhjamrave. Është shprehje, domethënë. Mi mbrëma, miq të nderuar, mirë se erdhët në Fix Fare, në Top Channel, dhe gjejmë pyetja Rufe. Sa pushtete kemi, shpejt e shpejt? Po 3 pushtete. Si 3? 3. Legislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. Po neve? Neve kush? Pushteti 4 që është media? Po, jemi edhe ne, po. Apo që pushtet kemi ne, thuaj, që pushtet kemi neve, mora, ma, nese. Nese, kemi një këshu një, le themi një... Luft. Jo konflikt, jo luft, pa një përplasje pushtetesh, le themi. Ti do dish kush është me i fort? Kush? Kush? Kush i bën pushtetet e tjera të dridhen atje? Kuj ti trëmbemi më shumë? Po, pushtetit Spakor. Spakori, po, edhe neve. Është të ky gjyqësori? Edhe neve, për neve për shembull, se ne jemi të qendrës së majtë dhe të djathtë. Po, ti në fakt nuk je as majtas, as djathtas. Jemi edhe majtas dhe djathtas. Jemi përzierë, në fakt. Jemi të përzierë tash. Skuptohet mirë. Tash, a jemi bërë gjithë një familje? A jemi gjithë një dorë atje? Në fakt, her pas here ti duke si Joni. Ashtu si flet, domethënë. Ëndra juaj që s'do bëhet kur realitet jemi juaj, kurrën e kurrës. Unë jam imi. Ti e bër, po thjesht nuk e di. Tani kush është ky pushtet? Spakori. Që ja dridh mishin të tërve? Spakori, pra po të them. Po, domethënë gjyqësori. Po pra, sepse gjykatat në fakt, këtu tek ne i japin Spakut atë që kërkon Spaku. Pra janë bërë si noter, thjesht gulosi. Në kushtetut janë të ndara pushtetet, pushteti gjyqësor edhe ai ekzekutiv. Nga kush kanë frikë më shumë? Nga kush pushtet kanë më shumë frikë edhe i bëjnë dhe fresk madje? Frika nga politika, për dhe. Nga politika, jo nga gjyqësori. Gjyqësori, punë në vetë gjyqësori, e për si ka shkoj gruje ujdi. Pra ti thua, frika është vetëm nga? Politika. Po politikuja. Po më po them nga shteti, ore. Nga shteti, për atë gjyqësori, si të shkelish ligjin, unë kom shku vetë, a si të shkel ligjin. Unë. Erda të bërzojnë vetë. Dhe pastaj? I plotësoj tëra kushtet. Pushteti diktaturës. Ligjit? Ligjit. Gjykatave këtyre këtë... Ligji. Jo, ekzekutivit, ja... Po që varë ekzekutivit. Po që varë ekzekutivit, ata i varin ekzekutivit. Ne jemi burazjuar në 2. Ekzekutivi apo... Gjyqësori. Gjyqësori. Gjyqësori është më në rregull. Nga i kanë frikë, thua? Zotrote, këtë në qikë frikë, apo? Unë? Po, ju. E bërë gjerru. Po, ke frikë? Frika cak. Kush është frika cak, unë? Do të shikojmë se kush është frika cak. Gjallë do t'jemi e do t'jemi. As ekzekutori, as ekzekutivi dhe as gjyqësori janë të dy bashkë të njëjtur si vëllezërit siames. Thua? S'kan njerëzit frikë? Janë të njëjtur ata, si njerëzit siames, nëse smurret njëri, smurret e tjetri. Smurret e tjetrin. Ata janë të smurë të dy. Populli kanë frikë nga ekzekutivi më shumë. Po. Po në burg të fut gjyqësori? Jo, nga gjyqësori s'kanë frikë. Sepse gjyqësori nuk bën drejtësi. Gjyqësori ata kanë frikë me zbatu ligjin, ndërsa janë trima me shkel ligjin. Nga gjyqësori ka frikë. Nga gjyqësori, ha? Ata themun. Ju do të thonë. Gjykatën, po s'pata bërë faj nuk dënon gjykatë, po kurse im kanë dënuar. Gjyqësori, ai ekzekutivi, po. Pra ti ke frikë ekzekutivit? Po, ai e me frymën. Daksi. Endaks. Frikë nga gjykata. Nga gjykata është, jo nga ekzekutivi. Ja, që ka ndorë gjykata, ai të si e pari të bretë këmë. Të dharë për këmë edhe? Të dharë të bretë këmë që pari. Ajo është vendosë, gjykata vendosë. Arë që ose janë gjukatë që të...
Do të varu nga të dhirë, do shu falë me shprej për baces. Në kushtet e sotme, gjyqësori është më shumë i frikshëm. Sepse nuk ka hinë ala në rrugën e drejtësisë. Gjyqësori vetë apo? Vetë gjyqësori. Sepse është bojnë dy anëshëm, gjykon dy anë. Nuk gjykon si duhet? Jo, hiqem më foni. Nuk gjykojnë si duhet. Gjykojnë me krah. Me simpati? Po. Libri i Kadiut është ala aktual. Ekzekutiv. Ekzekutiv? Të krijinaj? Jo nga gjyqësori? Të shtyp kokën. Po gjyqësori? Po gjyqësori do ta shpjegë ekzekutivi, pse bësh budallau të ti? Ekzekutivi e shpjegë gjyqësori. E mirë dakor. Vallaj me thonë drejt. E më të drejt. Të drejt vetëm nga gjyqësori. Nga asgjë tjetër. Po. Ja, ty ke frikën më të madhe. Ja, unë s'kam frikë fare. Pa gjyqësori tash i shkatronën që Tek put. tek putaj Put mes. brenda dje. Put atje në skëtet monguar. Nga dritarja burgut po më thërret fëmija. Hajde ti o babi, hajde ti ke shpia. Sytë me letojnë, zemra më me qanë, shpirti i liri tat i trazuar nga dallgët e vujtjes, o shpirti imi, jeta ime, pa gjashnosh. Po ti moj ti si pushteti 4 që do bësh? E pe, se cilit pushtet i bëjmë fresk natë, ditë, natë. Do të është një pushtet që shtu. E gjitha të Juli Spak ka bërë edhe gjëra të mira, apo jo? Ka bërë. Përveç pjesës së Berishës. Po. Tani heqim këtë. Po, vetëm që është marrë me doktorin si afal Spakut. Pra, quan Mos u merr me organizat doktorin. kriminale? E Spak. Vazhdo ta quash organizat kriminale? Po. Momenti që merret me doktorin është organizat kriminale. Kur merret me këta tjerë, bravo Spaku. Me doktorin mos të shoh më që merresh. Morë vesh Spaku? Po. Po e di si është bë kjo drejtësia jon? Si? Ja, ta tregon kjo karikatura sot. Si ti gjen këto. Oh, E sa katuar. drejtësi invalide. Edhe shef, edhe secën dhe zbraz gjë. Nëse. Duhet ta shty dikush, ta orientoj. E ke kap keq me drejtësinë. Unë Ta thash, vetëm kur prek doktorin, ne na vjen si jeshu. Ama me tjerët, hec gjithë me radhë, hec vetëm te doktori, jo. Jo, Sipas Julit. doktorin mos qimja mos t'i preket doktorit. Tani. Do na lexosh në një hall një herë për njëri. Hallet e vërteta. Në numrin e telefonit 069 33 313, Gjemi. Do rrim në Tiranë, Gjemi. Në Tiranë? Po, pse më bëre kaq nostalgjik? Mendova se do bënim një xhiro, po akoma. Jeni bërë për popullin, thot, institucioni që trajtoni dhe zgjidhni shqetësimet e banorëve. Faleminderit. Në zonën tonë kanë prishur të gjithë ndriçuesit e rrugës, thot, i kanë shkatëruar. Tek liçeni thatë. Tek liçeni thatë, po. Jemi totalisht në terrë. Ne banojmë pra liçeni thatë, thot, në Tiranë, janë rrëzuar, pra janë prishur me dashje. Kujdes, thot, me dashje. Patjetër. Ndriçimi i trotuarit pra liçenit dhe nuk ka ardhur asnjëri për ta parë gjendjen, thot. E bukra thot është se është bërë me dashje, kujdes, me dashje do thot që ai ka bërë një shkelje penale, sepse s'ka patur çfarë të bëja të pasdite dhe i ka marrë si nishan këto. E hedh do ti këtë? Po, e hedh. Ja provoje. Po. Po ti shiko se çaj bëju në shtyllë, si thot tjetri. Na tre shtylla tjera, na. Po ju dërgoj video në gjendjen e sotme, thot, dhe brenda mundësive transmetoheni, thot, në emisionin tuaj. Patjetër, që ta shikoj institucioni i bashkisë. Institucioni i bashkisë ka halle tjera tash me motor. O vlla. Po tani dikush do mbaj përgjegjësi për këtë, se po flasim për qytetarët pa përgjegjshëm këtë rast. Nuk është faji i bashkisë. Qytetarët janë pa përgjegjshëm, por nga ana tjetër edhe institucionet duhet marrin masa sepse që ta rregullojnë që qytetarit ketë çfarë të bëj pasditën. Që ta rregullojnë, po edhe ta ruajnë, edhe ta ruajnë. Po vën policë tani? Po vën edhe policë, po çfarë, po s'marrin vesh ne. Vër policë. Tani do shkojmë në Cerov, në Skrapar. Rruga që lidh Veleshnjen me Cerovën, thot, është e shkatruar totalisht, ose më mirë të themi nuk ka rrugë fare, thot, është vetëm një shteg. Është një shteg dhe mos pa çhall që të kalosh këtu. Këtu duhet me dalë gjithë ata që janë makinë me shty makinën pas një copë rruge. Jemi, thot, banorët të fshatit Cerov, thot, Bashkia Skrapar. Kjo ankesë, ka të bëj me rrugën që lidh pra Veleshnjen me Cerovën. Megjithëse është kjo rrugë gjatë natës, Juli. Për arsye thot se në dimër është e tmerrshme, thot, edhe në verë, po ashtu rruga është në po të njëjtën gjendje, thot. Është një shteg dhish më tepër se sa një rrugë me pluhur dhe në verë, me baltë dhe në dimër. Si do bëjmë? Morë mbishte Skraparit.
ne kemi probleme të tilla, domethënë, e tham dhe njëherë në Fix Fare na kanë ardhur mbi 90% e videove dhe fotove vinë për shkak kanë të bëjnë me rrugët e ky vend s'ka rrugë. Ky vend nuk ka rrugë. I ka rrugët, si themi ne në Shkodër për tokë. Janë këto rrugë që ne do na çojnë në Europë. Po, me këto do shkojmë në Europë. Me këto do shkojmë. Nuk e di nga do i bim, nga Cerova apo nga ku diun andej, po në Europë do shkojmë. Edhe duhem se këto rrugë kemi ndjekur. Publicitet.